Dhe kalojmë edhe te pjesa e të ftuarve për sot. Sot do flasim për qytetin e bukur të Kumanovës, ku është mbajtur eventi stand-up 4 Demokraci, i cili arriti të tërheqë vëmendjen dhe reagimin e publikut. Për me stand-up komedis, kjo nis mësolli tema që lidhen me demokracinë, lirinë dhe rolin e qytetarëve në shoqëri. Se si ka kaluar i gjithë ky event, si është mirëpritur nga qytetarët e Kumanovës dhe se si ka qenë sfida deri te organizimi i këtij eventi. Sot në studio flasim me kryetarin e organizatës jo qeveritare Pulse of Democracy, zotrin Enver Salihi. Përshëndetje dhe mirë se na erdhët. Përshëndetje, mirë se ju gjetëm. Është shumë kënaqësi që të kemi në studio për të folur konkretisht për këtë event, por pastaj edhe për të zgjeruar pak edhe për rolin e organizatës që ju drejtoni. Ju faleminderit shumë. Mund të fillojmë të më thonë ky event organizohet për herë të tretë në qytetin e Kumanovës përmes organizatës Pulsi i Demokracisë. Financohet kryesisht nga Komuna e Kumanovës dhe disa vite nga disa donatorë privat. Kështu që mendojmë se ja kemi arritur, edhe pse buxheti ndoshta nuk është i kënaqshëm, do të thonë financimi nga Komuna e Kumanovës është do të thonë minimal, por me vullnetin ton dhe me bashkëpunimin që kemi me artistë nga Kosova, si Avni Shkodra dhe Kushtrim Qerimi, si dhe do të thonë filluam edhe me artistë lokal. Kështu që mendoj që ja kemi arritur qëllimin ton. Të ndalemi te organizimi si vjetëm. Si kaloi, si u mirëprit nga qytetarët dhe se çfarë dalloi nga vitet e tjera paraprake? Po organizimi i herës së tretë ishte më profesional, kishte domethënë më shumë artistë, kishim 3 artistë, Avni Shkodra, Kushtrim Qerimi dhe domethënë Euron Fetaj, është artist lokal nga Kumanova, si dhe kishim një muzikant të njohur nga Kumanova, Shpëtim Mustafa, kështu që ishte një ambient i përzier, domethënë me muzikë dhe me stand-up, dhe qytetarët ngelen shumë të kënaqur. Kishim një, do të thonë, nuk kishim vende për t'i pranuar të gjithë, pasi që biletat ishin interesimi i madh, biletat ishin falas, pasi që ne jemi organizacja qeveritare dhe shohim shumë organizata tjera të cilat, do të thonë, shesin bileta, por në bazë të ligjeve ekzistuese, do të thonë, organizatat jo qeveritare duhet të kenë aktivitete jo fitimprurse. Kështu që, do të thonë, ishte pak ndoshta problem se kishim shumë interese. U mbështet ky aktivitet? Kishim mbështetje financiare? Po, kishim mbështetje financiare. Afër publikut? Kishim mbështetje financiare nga Komuna e Kumanovës, por nuk ishte e kënaqshme, ishte deri diku. Prapë se prapë është mirë të kesh mbështetje, nuk kishim mbështetje nga Ministria e Kulturës, por shpresojmë që në vitin e ardhshëm me këtë seriozitet që të kemi mbështetje nga Ministria e Kulturës, që të kemi më shumë, do të thonë, hapësirë për të angazhuar artistë të tjerë dhe mendoj që ja kemi arritur. Pa dyshim që kur bëhet mirë për kulturën në çdo vend, gjithmonë është dëshira e flakt për të marrë pjesë pastaj në kështu lloj organizime, e sidomos kur janë edhe biletat falas, andaj edhe është numri kaq i madh kuptohet për të qenë pjesë e kësaj. Tani më ju vetëm e keni filluar ta bëni si traditë këtë organizim, viti i tretë me radhë që organizohet, dhe kur e marrim ndoshta parasysh atë vitin e parë, jam e bindur që ka qenë më e vështirë të organizohet. Po iniciativa, ideja, si lindi të bëni një organizim të tillë, duke marrë parasysh që Pulsi i Demokracisë është një shoqat jo qeveritare, por që nuk e ka në fokus kulturën. Po në fokus e kemi demokracinë dhe proceset demokratike, kështu që menduam të bëjmë një produkt i cili do të jetë i veçantë, me të cilin do të mundemi të bëjmë një bashkëdyzim ose një, do të thënë, një përzierje të aktiviteteve të ndryshme, duke pa se kultura është primare për popullatën, e që tërheq popullatën që të vinë aktivitetet tona, dhe kështu bënëm një ide për të bërë një stand-up for demokraci, dhe më thonë stand-upi për demokraci, ku artistët mundet të shprehin, dhe më thonë, mendimet e tyre, për politikat ekzistuese, për gjitha ato anomalit që i bëjnë politikanat ditëve të sotshme, dhe kështu që mendoj kjo ide ishte shumë e mirë dhe pasi që arritëm në vitin e tretë, mendoj që do të jetë tradicionale dhe shpresojmë për një përkraje shumë të madhe në vitin e ardhshëm. Ja kemi arritë, më thonë, e kemi ditë që në fillim se kjo do të ketë sukses, por do më thonë për çdo gjë duhet kohë, nuk mundet... Për kushtim, pa dyshim? Si jo, për kushtim, angazhim maksimal, duhet vitin e parë ishte vështirë, më thonë, duhet t'i lutësh artistët vinë, të performojnë për të themi për paushale shumë të ulta,
edhe pse janë artistë profesional dhe artistë që janë me famë në Kosovë, që organizojnë një stand-up të tyre që janë profesional në atë lëmi. Dhe që përfitojnë shumë nga kjo punë, besoj. Po, ishte, për shembull stand-upi në Gjilan, që organizojnë Avni Shkodra, është stand-up që mbahet për 3 net. 3 net me nga 2 termine dhe është një stand-up më i njohur në Kosovë. Por që kanë bërë mirë që kanë ardhur për publikun Kumanova kuptohet çdo herë. Diçka që ju ka ngelur kështu në mendje gjatë asaj natës, qoftë edhe gjatë përgatitjeve, por edhe gjatë performancave tyre? Ishte, domethënë, na bëm edhe disa intervista të shkurta me artistët dhe artisti Avni Shkodra më tha, unë e udhëheq intervistën e po e pyes është Avnia do na vish dhe i ftojmë gjithë kumanovarët të vinë. Avnia më thotë mos i ftot të gjithë, se nuk do t'i zej salla. Gjithmonë shakat të tyre që s'kanë. Kjo më bëri të qeshë dhe ishte vërtet, se nuk ishim vend dhe ishte full e mbushur dhe u desh disa që t'i kthejmë disa ju kërkojmë falje, por herën e ardhshme do t'a bëjmë në Shtëpinë e Kulturës, ku ishte dikun me 250 ulse. Shtëpia e Kulturës në Kumanova është me 800 ulse, parafërsisht, dhe mendoj që do t'a bëjmë edhe kur janë gurbeqarët. Po, që do të thotë herën e ardhshme, mund të ketë publik edhe jashtë qytetit Kumanovës. Po, kishte edhe tash kishte disa artistë nga Tetova, disa nga Shkupi, kolegë të Avniut dhe Euronit dhe të tjerëve, kështu që mendoj herën e ardhshme do t'jemi të kujdesshëm kur do t'i ftojmë njerëzit, sepse bileta pa pagesë është problematike shumë. E keni shpërndar mjaftueshëm lajmin pastaj edhe në rrjetet sociale? Po, e kemi shpërndar, po ndoshta nuk e kemi pas fokusin atë shumë, se e dinim se do mbushet gjithsesi. Do mbushet salla dhe mos të bëjmë pakënaqësi tek qytetarët, se ata që janë kthyer sigurisht domethënë kanë vërejtje, por në vitin e ardhshëm do shohim të organizojmë një hapësirë më të madhe dhe më komode dhe më profesionale, të themi, se edhe domethënë këto janë artistë profesional dhe kërkojnë azërime që të jetë më profesional, kështu që herën e ardhshme duhet ta bëjmë diku ndonjë sallë më të madhe. Urojmë që të ketë edhe donator dhe të bëhet tamam në mënyrën perfekte, ashtu siç është. Po tani më kemi bërë 3 vite dhe mundemi të aplikojmë edhe në Ministrinë e Kulturës, kështu që mendoj që Ne përderisa po flisnim, unë i pash edhe disa fotografi nga ajo natë, kërkoj që regjia t'i shfaq më shumë dhe në ekran t'i shohim edhe publikut, se si ka qenë atmosfera dhe se sa ka pas publik vërtet atë natë. Po duhet të di qëllime në kësaj nisme, zotëri Sali, cili ka qenë qëllime? Qëllimi është që të zhvillojmë procesin demokratik, që artistët të shprejnë në mënyrë të lirë për të gjitha devijimet që janë në shoqërinë tonë, dhe për të gjithë aktorët politikë që shohim, domethënë, nuk ka ndryshuar vetëm aktorët, por mënyrat e funksionimit janë të njëjta si në të kaluarën. Si tani kemi një politizim të skajshëm të institucioneve, demokracia domethënë është vetëm një fjalë boshe, e cila përdoret nga politikanët tonë, dhe të gjithë them që ndodh ndryshimi, menduam se ndodh, po nuk është ky ndryshim, vetëm se ndryshuan disa persona, ndoshta për shembull nga partitë politike që ishin në pushtet, disa persona tash kaluan prapë në pushtet, kështu që po vaj vatani mirë mileti si ishte ajo. Më thënë është problem për popullatën e thjeshtë për të realizuar ato qëllimet e tyre, si në aspektin profesional, në arsim shohim shumë devijime të mëdha. Në sferën më të lartë, në universitetet tona kemi persona jo adekuat të angazhuar dhe persona partijak, kështu që mendoj si shoqëri kemi devijuar shumë dhe do na duhet shumë kritika të bëjmë, apo të shfaqim këto kritika të politikave devijuese të partive tona, jo vetëm atyre që janë në pushtet, po dhe atyre që janë në opozitë, që ishin 20 vite, që për 20 vite e kanë stërmbushur me kuadra partijak, kështu që duhet të kemi kujdes, të zhvillojmë kulturën tonë demokratike, të zhvillojmë diçka që është në dobi të popullatës, jo në dobi të personave të cilët janë në këto parti politike, edhe mendoj që duke i përshfaq këto veti, duke i përqesh ose duke i nxjerrë në pak të veti negative, ndoshta disa nga ata do të
do të mendojnë më mirë dhe do të reflektojnë. Janë trajtuar këto tema atë natë në formë komedie? Po, janë trajtuar. Se bashkë më interesant se njëri çfarë nga tema artistët ishte Euron Fetaj dhe kishte një skeç se të gjithë e pyesin se është kushëriri i një politikani me emrin e njëjtë dhe më në fund tha është shumë vështirë, tha më dhimbse, tha se ai tash nuk është në asnjë pozitë. Që do të thotë në forma të ndryshme është përmendur politika, por gjithmonë në atë aspektin komik për të mirën e qytetarëve dhe të mirën e qytetarëve duke i përqesh vetit negative të politikës aktuale, po ne i shohim edhe, domethënë, këto stand-up komedit edhe në gjuhën maqedone që janë edhe ato, domethënë, bilaton në mënyrë shumë direkte. Shumë direkte i përqeshin këto veti dhe i marrin shumë pozitiv. Ne nuk kemi pas ndonjë reagim negativ themi nga politikanët për këto përqeshje dhe i përgëzoj për këtë. Nuk e kam besuar se nuk do të ketë reagime. Arti nuk ka fund dhe sigurisht që nuk mund të pengohen, janë të lirë gjithmonë. Ne nuk i kemi, domethënë, instruktuar ose nuk i kemi thonë instruksione për të shfaqur ndonjë humor, ato vetë kanë zgjedhur, domethënë, pjesën e tyre. Dhe ka qenë edhe ndoshta përzierje edhe me aktualitete edhe me ndodhi personale dhe të tjera, kështu që ato janë të lirë, ato janë artistë, janë krijues, kështu që ne nuk i kemi thënë çfarë të flasin, do të thonë. Kështu që mendoj që ja kanë arritë dhe publiku është i kënaqur dhe pasi që është viti i tretë dhe sa shkon e rritjet numri dhe është shumë interesante këtë vit kisha shumë telefonata nga persona për të ardhur, për ta ndjekët edhe me këtë e pash se njerëzit janë shumë të interesuar për këtë event. Andaj planifikohet që vitet e tjera të zgjerohet, a? Vitet e ardhshëm të bëhet një event shumë më i madh, shumë më profesional dhe shpresojmë se do t'ja arrijmë që të kemi një sallë të stërmbushur dhe ky event jetë tradicional, pse jo dhe të përzijmë, domethënë, me ndonjë aktivitet tjetër, të ndryshojmë, të japim ndonjë, domethënë, dhurat për persona që kanë ndikim në kulturë, në Kumanov ose më gjërë, të shohim në vitin e ardhshëm. Me siguri që do ketë më shumë pastaj edhe artistë dhe pjesëmarrës dhe gjithë ata që duan të kontribuojnë. Qëllimi jonë është që edhe të performojnë edhe artistët lokal, kur kemi filluar në skenën e OEQ-s. Po pra, në këtë rast Shpëtim Mustafa është një zë briljant dhe një muzikant shumë. Edhe Euron Fetaj është, më thonë, artisti i lokal, është në sferën e aktrimit, është student në vitin e tretë apo të katërt, nuk e di saktë. Mendoj që këto më shumë ti i japin dritë. Po u desh të kemi një shtytje, të kemi artistë të mëdhej. Pasi që çdo gjë që bën në Kumanov, ndoshta shihet si me skepticizëm të madh, po të kishim vetëm artistë lokal, nuk do të kishim, domethënë, atë interesim kaq të madh. Dhe ne deshtëm që përmes artistëve të mirënjohur të kthejmë publikun dhe interesimin e tyre, edhe pse aktivitet disa reagime kishte nga disa qytetarë se kjo është e shkëlqyeshme, ne nuk kemi aktivitete të tilla, shumë njerëz organizojnë evente, po janë ndoshta për fëmijë, ndoshta për kategori tjera, po për të rriturit nuk ka, domethënë, evente. Kështu që kjo ishte një barometër shumë një nismë e mirë dhe kishte reagime shumë pozitive. Bravo. Dua të di pak edhe për aktivitetet e tjera që ka Pulsi i Demokracisë, organizata jo qeveritare, sepse unë e di që ju nuk ndaleni, nuk keni vetëm këtë aktivitet që organizoni tani e 3 vite, por edhe shumë aktivitetet e tjera që ju karakterizojnë si organizat për gjatë gjithë vitit. Si mund të na elaboroni kështu një pasqyrë vjetore të aktiviteteve? Më thënë, kemi pas shumë aktivitete dhe ndoshta diçka do të harroj. Vitin e kaluar kishim shumë aktivitete të ndjeshura, duke filluar nga projekti ndërtimi i urave të BE-s, i financuar nga Bashkimi Evropian, ku kishim podcaste, më thënë, me një radio lokale dhe me një ekip profesional, me musafir si Gjelan Nezirin, Dimitarin Evrothink dhe shumë, më thënë, aktor të skenës, ndoshta edhe politike, Katrina Zekolli dhe kishim shumë musafir, më thënë, edhe pse projekti ndoshta ishte lokal, kishim disa musafir nga pjesa lokale, po edhe nga pjesa qendrore, dhe ndoshta edhe pse nuk e kishim detyrim, por ne çdo herë projektat i bëjmë si të jenë, domethënë, projekte profesionale, e jo të ngjajnë vetëm se në projekte lokale. Kishim edhe shkrime akademike,
kishim projektin tjetër për sipërmarrësit e ri, edhe ai financuar nga Bashkimi Evropian, ku morën pjesë mbi 25 të ri, dhe 5 nga ata të ri tani më kanë filluar biznesin e tyre, mbas mentorimit tonë dhe mbas atyre trajnimeve që i kanë realizuar tek ne, dhe me përkrahjen e byros për punësim, nuk e di tash si është saktë, më thënë, emri i këtij institucioni, sepse ka ndruar shumë shpesh. Agjencioni i punësimit, e keni fjalën? Po, agjencioni i punësimit, dhe janë të financuar, më thënë, kanë filluar biznesin e tyre. Mas andej kishim projekte, do të thënë, 2 projekte në sferën e ekologjisë, të financuar nga Ministria e Ekologjisë, kishim projekte nga Ministria e Ekonomisë, nga Ministria e Demografisë dhe Rinisë, kishim, do të thënë, Stand Up for Democracy, vitin e kaluar të njëjtë, dhe garën në vizatime të dizajnit. Do të thënë, dikun një 10 projekte, të themi, janë realizuar vitin e kaluar, ndoshta ndonjë edhe kam harruar, aktivitete të shumta, do të thonë. Dhe sa të rinjët përfshihen në këto projekte? Po, në gjitha projektet fokusi është rinia, do të thonë, fokusi jonë është rinia, të demokratizojmë dhe të përgatisim rinin, pasi që është problematike ndoshta në qytetin e Kumanovës nuk kemi pas ndonjë organizat në pjesën shqiptare, të themi, sepse tek pjesa tjetër ka, e cila do të merret me rinin, me zhvillimin e rinis, me debate të ndryshme. Kemi edhe televizione lokale, por në ato televizione ndoshta më shumë përfshihen figurat që janë të arritura dhe që kanë arrit një jetën e tyre, dhe rinia nuk përfshihet. Ishte në fillim ishte problematike, pasi që rinia nuk ishte mësuar të vinë në debate, të merr pjesë, po e shohim me kalimin e kohës edhe ato dhe vetë na kërkojnë që të organizojmë ndonjë debat ose na japin ide se si duhet të realizojnë disa projekte, kështu që mendoj ndryshimi i çdo organizate duhet të fillojë nga qyteti, domethënë, duhet të ketë çdo organizat bazën e saj ku vepron. Nuk mundet të veprojnë në mënyrë të përgjithshme siç veprojnë disa organizata dhe domethënë rezultatet janë zero. Rezultatet janë vetëm fiktive, janë rezultate të shkruara në letër, por nuk janë askund prezente në ndryshimet shoqërore. Kështu që mendoj çdo kush duhet të fillojë nga baza, aty siç thash, janë punësuar 5 veta, kemi bërë kaq trajnime, kemi bërë kaq debate, ato të gjitha janë rezultate të arritura, dhe kështu që kemi bërë ndryshim, kemi dhënë mentorim për çështje të caktuara ekonomike, dhe të themi për përpunësim ose çështje tjera. Ne jemi mjaft të kënaqur me këtë dhe nuk do të ndalemi, vazhdojnë aktivitetet tona dhe në nivel nacional. Kishim disa nisma edhe për zgjedhjet, për kodin zgjedhor, por nuk ishte gatishmëri nga institucionet, për shembull nga Kuvendi Maqedonisë së Veriut, po në të ardhmen do të fokusohemi edhe në temën e zgjedhjeve, pasi që edhe unë e kam si ekspertizë personale, në çështjen e zgjedhjeve, proceseve zgjedhore, kështu që në të ardhmen ndoshta do të fokusohemi edhe në këtë temë. Dhe pse edhe më shumë të rinjët të mos përfshihen dhe të dinë më shumë rreth proceseve zgjedhore? Po, ose motivimi të rinjve për të marrë pjesë. Ka tema ka tema shumë, po do të shohim me donator të huaj, ka thirrje edhe nga Bashkimi Evropian, tani kishte edhe për zgjedhje, ose të shohim se si do t'i realizojmë. Personalisht kam pasur, më thënë, një periudhë të ndjeshur, jam në fund të studimeve të doktoratës, kam dorëzuar temën e doktoraturës, që është për digitalizim. Për çfarë është? Digitalizimi i shërbimeve si ndikon në rritjen e efikasitetit të qytetarëve në Universitetin Kirili dhe Metodi. Dhe falenderoj edhe, më thënë, profesoreshën Ivana Shumanovska, cilën e ka mentore. Dhe kemi arritur në fund, e kam dorëzuar, po pres që vetëm ta mbroj, më thënë, temën e doktoraturës. Ndoshta për atë edhe ky vit ishte pak më i ngjeshur, a? Jo, viti i kaluar ishte shumë i ngjeshur, po këtë vit pak i kam reduktuar disa aktivitete. Angazhimeve me doktoraturën. Po, i kam reduktuar. Kishim edhe shumë mundësi për të marrë projekte edhe ndërkombëtare, por ato dojnë një seriozitet më të madh. Dhe ka evaluime edhe, për shembull, në çdo 6 muaj dhe raporte, kështu që ndoshta këtë vit 2026 është pak sa e reduktuar nga ana jonë dhe besojmë që
por që 2027 si doktorant do e nisni ndryshe. Po është një obligim që kam pas dhe nëse një person ndalet gjatë kryerjes së obligimit, atëherë ai nuk mund të vazhdoj. Kam pas edhe kolegë nga sektori civil të cilët janë fund të doktoratës edhe më kanë dhënë si themi një këshill. Është mirë të ndalesh ta krysh, domethënë, atë obligim që e ke filluar, sepse kjo domethënë puna e OEQ-s është një proces që nuk ndalet asnjëherë. Është shumë interesante, domethënë, sa futesh në një lëmi, vazhdon me një projekt tjetër dhe çdo herë je në rrjedhje, një rreth, themi, ndoshta një rreth të mbyllur cilësh aty, kështu që për çdo gjë. E rëndësishme është që çdo herë ka pas suksese. Po, me rëndësi është... Edhe ai ka qenë ndoshta besoj motivi më i madh për mos t'u ndalur. Po, sukseset nuk mungojnë kur keni ekip që ka dije dhe din të shkruajnë projekte, se që, do të thonë, pjesa më e rëndësishme është përgatitja e projekteve. Po është më rëndësi dhe realizimi. Nëse nuk keni staf që din të realizoj projektet e huaja, është atëherë do të hyni edhe në probleme. Do t'i ktheni mjetet, se nuk janë sikur institucionet tona të cilat i ndajnë projektet në mënyrë politike. Shohim shumë thirrje, domethënë, në për institucionet të ndryshme dhe fitojnë OJQ që janë fiktive, që nuk kanë kur farë faqe, nuk kanë aktivitete. Kjo është, domethënë, një krim që bëhet, kështu që mendoj që duhet të mendojnë dy herë ato funksionarë të cilët i shpërndajnë në këtë mënyrë. Duhet çdo herë të përkrajnë profesionistët, personat që mundohen të ndryshojnë, të bëjnë diçka, sepse është problem edhe me reduktimin e mjeteve nga USAID dhe kemi probleme, domethënë, në kohën e fundit, pasi që edhe organizatat që janë edhe më të mëdha, që janë në tërë territorin, edhe ato të gjitha aplikojnë edhe në fondet e vogla edhe të mëdha, kështu që padyshim. Domethënë, është një barë pastaj. Duhet të selektojnë çfarë të bëjmë, duhet të selektojnë çdo herë më të mirët. Domethënë, duhet të shikohet kualiteti. Nëse nuk shikohet kualiteti, është problematika e fond. Padyshim. Zoti Sali, unë ju falenderoj shumë që u bët pjesë e programit tonë në këtë mëngjes dhe që e nisëm ditën së bashku për këtë sukses të radhës të organizatës që ju drejtoni tani më disa vite. Urojmë dhe shpresojmë që të jetë edhe në qytetet e tjera ky manifestim, ky koncert ky organizim që vërtet ka pas shumë suksese këto 3 vite, nga ajo që kemi parë dhe nga publiku ka shumë interes që ka pas. Urojmë që ta kemi edhe në Shkup, pse jo edhe në qytetet e tjera, që të zgjeroheni, sepse nëse në një qytet ka sukses, besoj që pastaj edhe mund të ketë interesim edhe nga qytetarët për rreth. Faleminderit shumë, besoj që do të shohim si do të jetë financimi, se gjithçka varet edhe nga financimi. Padyshim që po. Projekti nga niveli qendror, nga Ministria e Kulturës vitin e ardhshëm, pasi që plotësojmë kushtet, po edhe nga donatorë tjerë, pse jo të huaj, dhe nëse kemi financa, do të ishte kënaqësi, sepse edhe unë e dua Shkupin, sepse kam vepruar dhe pse jam nga Kumanova dhe një pjesë më të madhe këtu e kam kaluar dhe me gjithë dëshirë do kisha bërë edhe në Shkup. Kemi nevojë. Po, faleminderit shumë. Faleminderit, ishte shumë kënaqësi.